Obori ishte i qetë atë pasdite, por nën atë qetësi fshihej një tension që ndihej në ajër. Benita po e shikonte Klodin prej disa minutash me një vështrim që nuk ishte as lojë, as shaka. Diçka brenda saj po ziente. Ai buzëqeshte herë pas here, fliste me të tjerët, por sytë i ktheheshin gjithmonë nga ajo. Kjo ishte ajo që e bënte Benitën të ndalej më në fund përballë tij. Behu i sinqert, i tha ajo me zë të ulët, por të prerë. Ti po më provokon mua apo po luan me ndjenjat e mia? Klod u shtang për një moment. Nuk e priste këtë përballje kaq direkte. Para se të përgjigjej, Benita mori frym thellë dhe, si për t'i dhënë forcë vetes, filloi të këndonte ngadalë. Me zë të dridhur, por të ndjerë, behu i sinqert një herë në jetë. A më do ti mua? Zëri i saj u përhap në obor dhe disa banor u kthyen nga kureshtja. Nuk ishte një këngë për të dëgjuar rastësisht, ishte një pyetje e hapur, një ndjenjë e zhveshur nga krenaria. Klodi e uli shikimin, i kapur në befasi, ndërsa Benita e mbante vështrimin drejt tij, pa u tërhequr. Nga ana tjetër e oborit, Eliona po i shikonte të gjitha. Fillimisht nuk tha asgjë, por fytyra e saj ndryshoi. Një ndjenjë xhelozie i përshkoi kraharorin si një valë e papritur. Duart i u shtrënguan dhe buzëqeshja e saj u zhduk. Nuk ishte vetëm xhelozi, ishte frikë se po humbiste diçka që e konsideronte të sigurt. Seriozisht? Murmuri ajo me vete, ndërsa afrohej ngadalë. Kështu pas ka qenë gjithë kjo kohë. Atmosfera u bë e rënë. Klodi tani ishte mes dy shikimeve, njëri plot ndjenjë dhe pritje, tjetri plot xhelozi dhe zhgënjim. Ai hapi gojën për të folur, por fjalët nuk i dilnin lehtë. Benita kishte thënë atë që i rrinte në zemër, ndërsa Eliona po përpiqej të mbante veten, por sytë i shkëlqenin nga emocioni. Unë thjesht dua të vërtetën, tha Benita më në fund. Asgjë më shumë. Eliona ktheu kokën më njanë, duke u përpjekur të mos tregonte sa shumë e kishte prekur kjo skenë. Xhelozia e saj nuk ishte më e fshehtë, ishte bërë pjesë e momentit. Ishte një ditë e nxehtë vere dhe banorët kishin organizuar një lojë të çuditshme në obor, të frymëzuar nga idetë e vellajt të madh, që gjithmonë shpik gjëra të papritura. Ludo dhe Hygerta ishin pjesë e një sfide të veçantë, të dy ishin të lidhur me një litar të trashë që i detyronte të bashkëpunonin dhe që çdo veprim i tyre të shkaktonte situata qesharake. Banorët i shikonin me kënaqësi nga anët e oborit, duke qeshur me çdo lëvizje të dyve. Ludo, që kishte për detyrë të hiqte një pjesë të kostumit të tij për të përfunduar lojën, filloi të hapte rripin e pantallonave të tij, ndërsa Hygerta nuk dinte ku të shikonte. Njëherë e drejtonte shikimin lart, njëherë poshtë, duke ndjerë një siklet të madh që i mbushi fytyrën me ngjyrë të kuqe. Banorët shpërthyen në të qeshura. Një fëmijë i vogël që ishte ulur në trotuar bërtiti, Ludo po humbet betejën me rripin. Dhe të tjerët filluan të qeshnin edhe më shumë. Ludo, i përqendruar në detyrën e tij, nuk e kuptonte fare se sa qesharake dukej situata. Hygerta, nga ana tjetër, tentonte të bënte grimasa të vogla për të fshehur sikletin, por çdo lëvizje e saj vetëm sa e bëri situatën më komike. Kur Ludo më në fund e mbaroi sfidën dhe vendosi gjithçka në vend, të gjithë shpërthyen në duar trokitje dhe të qeshura. Hygerta u mbulua me duar për të fshehur fytyrën, por nuk mundi të mos qesh gjithashtu. Të dy u përqafuan, duke e ditur që ajo ishte një nga situatat më të çuditshme dhe qesharake që kishin përjetuar ndonjëherë. Dita përfundoi me të gjithë banorët duke folur për këtë moment për orë të tëra. Lojrat e vellajt të madh shpesh çonin në situata të sikletshme, por gjithmonë përfundonin me të qeshura dhe kujtime të bukura. Ludo dhe Hygerta nuk mund të ndalnin së qeshuri ndërsa u ulën në një stol në obor, duke kujtuar se si një rrip dhe një lojë e çuditshme mund të bëjnë një ditë të zakonshme të bëhet e paharrueshme. Episodi mes Elionës dhe Klodit ishte një nga ato momente ku maskat bien dhe fjalët nxjerrin në pah më shumë se sa njerëzit do të donin të pranonin. Akuzat e drejt për drejta, më ke manipuluar, ti je një gënjeshtar, ti je skudh, nuk janë fjalë që thuhen lehtë dhe as pa një ngarkesë të madhe emocionale pas tyre. Janë fjalë që synojnë të godasin karakterin, jo vetëm sjelljen, dhe që e kthejnë një debat në sulm personal. Eliona nuk foli thjesht nga nervat e momentit. Fjalët e saj treguan zhgënjim, pasiguri dhe një nevojë për të dalë mbi situatën duke e ulur tjetrin. Akuzat për manipulim janë ndër më të rëndat që mund t'i bëhen dikujt, sepse nënkuptojnë lojë mendore, qëllim të fshehtë dhe mungesë ndershmërie.
Por kur këto akuza hidhen pa reflektim dhe pa përgjegjësi, ato flasin po aq për gjendjen emocionale të atij që i thot, sa për atë që i merr. Ajo që e bëri këtë episod edhe më të rënd ishte fakti se Benita dukej se e shijonte mënyrën se si Eliona i fliste Klodit. Kënaqësia e fshehur, heshtja që miraton, buzëqeshja që nuk flet por thot shumë. Nuk ishte thjesht solidaritet femëror apo mbështetje morale, ishte diçka më personale. Një pëlqim i qartë për Klodin që e bënte situatën edhe më të ndërlikuar dhe më të sinqert në mënyrën e vet të hidhur, kur dikujt i bëhet qefi që një tjetër sulmohet. Kjo nuk ka lidhje me drejtësinë, por me interesin personal. Dhe pikërisht këtu humbet balanca e debatit. Sepse nuk kemi më të bëjmë me të vërtetën apo sqarimin, por me xhelozi, rivalitet dhe dëshirë për vëmendje. Klodi nuk ishte më një njeri në debat, por një objekt rreth të cilit rrotulloheshin tensione, pëlqime të fshehura dhe inate të pashprehura. Në këtë episod, askush nuk doli realisht fitues. Fjalët e rënda lanë gjurmë, akuzat krijuan çarje dhe qëndrimet zbuluan motive që deri atëherë ishin fshehur pas sjelljeve të përmbajtura. Manipulimi, gënjeshtra, kooperacia, këto janë etiketime që, kur hidhen pa maturi, kthehen në pasqyrë për atë që i përdor. Ky moment